Për të ndryshuar frenat e biçikletës ose më saktë pastiljet që kanë domethënë, gjë e parë që bëjmë kthejmë biçikletën me poshtë për të qenë më stabil. Atëherë, në rastin tim unë kam marrë dy palë. Këto janë semi metalike, edhe do i vë përpara, kurse këto metalike. Ndryshimi qëndron që metalike domethënë ka nevojë për të frenuar sa më mirë që t'japi maksimumin e tyre, duhet jetë disku i mbrapshëm në këtë rast domethënë, se duhet i vë mbrapa, duhet jetë i ngrohtë. Kështu që kur i përdor shpeshherë dhe zbret për shembull malet që janë në dishezë të me shumë shpejtësie, disku mbrapa është frena që unë përdor më shumë. Për këtë arsye domethënë kanë zgjedhur këtë të markës BBB, janë super, ishin më të mirat, kurse përpara do vë këto që janë semi metalike. Okej, për arsye domethënë që të jenë sa më të gatshme në një frenim rreziku. Okej. Procedura është fare lehtë, është shumë e lehtë. Gjëja e parë që do bëjmë duhet të montojmë gomën. Okej, nuk vazhdo, mund të bëhet edhe me një dorë. Në momentin që kemi hequr gomën përpara, okej, e vetmja gjë këtu duhet të heqim një vid, këtë vidën teke. Këtu nuk e di se duket, po do të heqim këtë vidën këtu. Kemi kujdes sepse këtu është kjo unaza që nuk duhet humbur. Do të bëjmë vetëm kujdes këtë për të hequr se është ajo që mban vidën, se në rast se kundër për shembull vida nuk del, okay? Këtë ta lëmë në një vend sigurt. Okej, mbasi kemi hequr atë me një çelës dhjeç, heqim vidën. Okej. Në këtë rast heqim edhe pastiljet e vjetra, duke kapur me kujdes, dalin fare lehtë, sepse këto janë konsumuar. Po t'i vini re, nuk e din qëse... okej, shko. Janë konsumuar jashtë mase. Kanë vajtur pothuajse në fund. Kështu që erdhi momenti t'i ndajmë. E përpara do bëjmë këto këtu. Përpara se të bëjmë këtoja, çfarë do bëjmë? Këtu janë pistonat, po t'i vini re. Ku vajte, okej, ja ku kemi. Kemi një, dy pistona këtej, kemi edhe një, dy pistona këtej që kanë dalë. Këtej, këta këtu në kundër dritë në këtë rast duken, do bëjt pa më ja ku janë, një dhe një dy. Këta dy do me thënë, tani duhet t'i pastrojmë çik me zgrasator me solucion apostafat, sepse te këtu hyn domethënë pluri, balta, shumë gjëra, kështu që është domosdoshme. Edhe këte në ana tjetër duken. Ja ku janë një edhe një dy. Kështu që duhen pastruar edhe këtu me solucion apostafat. Edhe pastaj duhet i shtym në fund me një plastik, nuk përdor zakonisht ato që heq gomën. S'mine emri tani si quhen, domethënë po ato që ndihmojnë, edhe që t'i shtym deri në fund, okay? Ndërkohë i pastrojmë dhomën edhe i shtym deri në fund. Okej. Ky është solucioni që unë përdor. Është apostafat për të pastruar atë boshin, zgrasatorët. Okej, edhe me këtë tu do pastrojmë dhomën brenda. Normalisht mundohemi që mos të bëjmë pisa ambienti, do të ndihmojmë me një leck. Edhe duhem mbajtur distancën. Okej. Duhem mbajtur distancën, më thënë, mjafton që t'i pastrojmë. Kjo është e rëndësishme domethënë sepse hyn gjithmonë në balë, plura, po t'i vini re shko si u bë. Lecka.
Ok. Basi kemi pastruar mirë të gjithë boshtin. Marrim këto edhe i shtym deri në fund. Njëkohësisht. Perfekt. Nuk e di nëse e pat apo jo, po duket. Shtym edhe tjetër. Perfekt. Ok, kështu që dhomën e kemi gati. Japim një pastruar tjetër. Ok. Mund të marrim tani pastiljet e reja dhe t'i montojmë. Sepse hapësirën këtu thjesht për t'u treguar e kemi gati. Po t'i vini re domethënë pistonat, 1, 2, një dhe 1, 2 lart, domethënë ka vetëm vendin e tyre. Edhe këtej kundra dritës duhet të duket më mirë akoma. Si që shikoni, këtu nuk ka asnjë problem, ja pas ka ngjedhur. Jo, asgjë. Ishte alarmi kundër, thash mos si ky ishte një piston, po jo. Ata të dy poshtë janë në rregull, edhe këta dy ana tjetër ka vetëm vendin e tyre. Kështu që tani thjesht e vetme gjë që na mungon është që të vëmë këto në vendin e tyre. Operacioni është fare i thjesht. I hapim. Mbasi i kemi marrë, i vëmë në pozicionet e tyre, është më se thjesht operacioni. Ok, 1, edhe tjetri, 2. U bë si një tip sandwich. Po di vinire. Ok, kështu siç janë, pa dalë në pozicionin e tyre, i fusim domethënë tek dhoma e frenave. Ok. Derisa të përputhen këtu, që të vëmë paralelisht. Perfekt. Në këtë moment marrim vidën që hoqëm. Unë gjithmonë të vida për arsye sigurie domethënë, dhe gjithmonë një pikë solucioni që mos të dali vida, sepse her pas here ato nditja nga këto normalisht lëvizin. Perfekt, duke vënë solucionin e saj, thjesht i fusin te. Ok. Racioni siç e shikoni është fare lehtë. Ok. Në momentin që e kemi mbaruar, marrim vidën e fundit, ok. Edhe këtë më duke përdorur pak fare presion. Ok. Perfekt. Qa ndodhë tani? Tani, të boshti këtuja, thjesht duhet vëmë diskun e frenave, vëmë rotën, si që kishim. Që të futet disku. Ok. Në momentin që kemi futur diskun, kemi parasysh që boshti duhet jetë gjithmonë me graso, sidomos fileta, me ndihmën e shmasën. Marrim edhe mbyllim rrotën.